Është luks me pas fëmijë, se ka shumë njerëz që nuk e mrin këtë kënaqësi, po ka plot mënyra tjera që mund është mu plotësu. Po ka tash nuk e preferojnë martesën, nuk po dojnë me pas fëmijë, domethënë mu po më shqetëson që kjo, pse po them nështë është luks. Se tash ka nis më kanë si mod kjo, mos me dash me kriju familje. Që dëshirojnë mu bo nana, mas pari durim, edhe me punu shumë me fëmin, me ja kushtu komplet minutat, sekundat, se rritën shumë shpejt. Kështu që sa ma shumë fëmi, qa që ma e pasur je. Pëna vini? Prizrenit. Ka Prizrenit, one? Po, këto. Punoni? Po. Jeni non? Po. Gjithat? Po. A dhe momentin ma të lumë të njetë që e ki? Ma të lumë të njetë? Po, momentin tonë. Tash me bebin e tretë, mas 11 vitesh. Mas 11 viteve, qëfar mrekulli e? Po, faleminderit. Si e prite këtë mrekulli pas Mirë disa viteve? shumë, unë e kum pas fëmijë edhe për para, por që një pauzë e gjatë, edhe sigurisht jam shumë e lumëtër. Po e shijoj shumë. Po e shion. Po. Mamësia, sa të ka ndryshu njetë? Ndjeshmërinë mas shumë te, po sigurisht që po përgjithësit lania e vetës në rendin e fundit fëmijët primar. S'është gjithmonë mirë, se na erdoshe vetën me pas primare, por gjithsesi është ndjen që të plotëson. Për një femër, i ndjesh e plot momentin që jenon. A është pa tjetër me kriju familje? Me pas fëmi, si pas teje? Është luks me pas fëmijë, se ka shumë njerëz që nuk e mrin këtë kënaqësi, po ka plot mënyra tjera që mund është mu plotësu. Për shembull, unë si mësuese i kam nxënësit, edhe ata e kanë goxha një pjesë zemrës teme, kështu që edhe nëse s'kisha pas fëmijë, isha kanë e plotësume me ta. Dashnin që e kam rana, ja kisha dhonë fëmijëve tjerë. E pse po thuj, luks ke interesant me marrë, fëmija luks? Sepse po ka tash nuk e preferojnë martesën, nuk po dojnë me pas fëmijë, domethënë mu po më shqetëson që kjo, pse po them nështë është luks. Se tash ka nis më kanë si mod kjo, mos me dash me kriju familje. Po kanë qef me jetu jetën vetë, as mos mu martu, domethënë është një fenomen që mu po më shqetëson, që i kam djem 13 vjeqë, 11 vjeqë, po tham që shka me ardhë jeta këtyne. Për diri sa femnat sot, po kanë qef me jetu qashtu. Ajo sot prej ta ditura femërat për me qenë nona? Sa po i shek to? S'po di janë të ndru generatat shumë, unë nuk jam shumë e vjetër, po as shumë e re. Jam një farë mesi që i kum përjetu nonën teme, domethënë e di qysh vujtjet e soja, të mija tash, po generatat e reja pak s'po më pëlqen qysh po e mendojnë jetën. Është mirë me pas fëmijë, duhesh me pas fëmijë, duhesh me rrit popullsin, me plotësu vetën thash, po nëse Zoti nuk ose kishën detin mos me pas fëmijë, ato janë probleme tjera, atëherë mundesh mu plotësu në mënyra tjera. Sa kishe tash pas sa fëmijë? Unë? Unë kom pas shumë qaf me pas një qik, po s'ma fali Zotin, i kam 3 djemë. Si keni me gjatë? Kështu që kur jom kone re, thë isha dim 5 fëmijë, kisha pas qaf me pas. Po të e dit nga rkesën e jetës, pestopoj me kaq, për ndryshe nëse më vjen edhe një tjetër pse jo. Qëfar këshilla e kështë dhënë të ta femrave, sidomos ato që dëshirojnë mu bo nona, ndalme? Ato që dëshirojnë mu bo nona, mas pari durim, edhe me punu shumë me fëmin, me ja kushtu komplet minutat, sekundat, se rritën shumë shpejt. Kështu që sa ma shumë fëmi, qa që ma e pasur je. A du të këtë pjesë vetëm nonat? Jenë të angazhuara me që prindi kemi pak Jo, me që më pyte për nonat e, se për ndryshe, sigurisht që të dy prindrit, pa tjetër. Vetëm bashkë më rinë. Vetëm bashkë më rinë me pas një fëmi të lumëtën. A në qënë familje shqiptare, akoma dominon nona, ajo gjithashtu la kërësori fëmiju që? Ka njës mu përmirësu, ka njës ndryshimet. Për para, po, ma shumë nona ka sakrifiku, por që tash, po shoh që të dy prindrit angazhohen shumë. Gjë që më knaq. Në rume, o kisha shumë kratësi, do me një grua shumë zonjën, të rimat mirat.